Të mërshëm. Ha? Të mërshëm. Nivel të tillë s'më ka rënë ndonjëherë në jetën, jo. E di. Hedh fjalë, e kupton që del keq, i ndryshon. Tani e mban prap. Nuk e di domethënë. Është për të bërë një bisedë me ne të dy, po ndoshta në një kohë më të kur të dy jemi pak më cool se sa tani, se është Ma thuaj. nga kesu brenda. Jo, meraku imi vetëm është që absolutisht e ti i kupton se e vajzë shumë e zgjuar, edhe është një ndër gjërat që unë vlerësoj më së tepër mbi të ty. Që ca gjërat e këtë shtëpi janë bërë modë. Këtu të gjithë pëlqehen, të gjithë duhen. Nuk jam në rasti, nuk do bie në nivel në këtyre. Nuk jam në rasti. Çfarë do të thosh? Nuk bie unë nivelin e këtyre që e kanë bërë modë këtë gjë. Prandaj them, kjo është bërë modë dhe jo se pëlqehen të gjithë kështu literalisht, jo. Po është bërë modë t'ia thuar secilit. Po. Pëlqehesh, do këtë, do atë, etj. Dhe me që në fjalët e Disës, ndiku dal unë, duhet të të kuptoj, duhet të të kujtoj që ti gjikosh njerëzit nga ajo që bëjnë përballë teje dhe jo nga ajo që të tjerët pretendojnë. Kështu që gjithmonë kur se dikur të vjen majt hundës, ajo që të thot tjetri. Jo, dje me erdhi, se asë që po merresh afare me atë, se e kam thënë, e kam vlerësuar më shumë se ç'duhet, kur e kam kuptuar ç'a niveli është, kam thënë, okay, do vazhdoj të ecë me të njëjtin parim që unë ecë dhe aty jashtë, që unë nuk kapem kurrë para me njerëzit. Po unë t'jem e shtirë aty për qefin tim, duke bërë vetulla dhe qerpikët, dhe të hidhet e auto, të dashnore Stenaldos, apo dashnore Malit, nuk ja lejoj. Ajo ka nevojë këtu brenda për situatë dhe prandaj e bën këtë gjë. Unë nuk ja lejoj, nuk jam unë rasti të kapi situata me mua, jo. Mos e lejo kur. Ajo situatën do ta kapi dhe ti, se kjo gjëja diskutohet, këtu po diskutuar bëhet situatë. Por, gjëja që kam unë merak mbi gjitha, përveç lodhjes tënde që më vjen keq, e di, është shumë për te i teje kjo. Domethënë, në sensin e shëmtuar të fjalës, ti dhe kjo gjëja nuk keni lidhje. Ky lloj diskutimi as unë nuk kam. Nuk dua t'ja them këtë si kompliment vetes, por nuk kam. Dhe jam komplet në limite pikërisht për këtë, se jetën time nuk e ndërtoj në format si ky, që të zihem me dynjan sa herë që flas. Është shumë ndryshe nga personi që jam unë jashtë. Po. Dhe jam i detyruar këtu brenda që edhe ta bëj, sepse se lë dot, po edhe t'jemi kujdesshëm, po edhe të marr frym. Dhe thash, përveç merakut të parë që kam që të lodh kjo gjëja, sepse realisht të çmoj, është tjetra që gjithmonë gjykoj emrat që këta vënë në përgojë në bazë të sjelljes tyre. Domethënë, mos u mërzit me mua për fjalët e Disës. Jo, nuk jam mërzitur me ty. S'ka gale, dikur njeriu i ndodh natyrshëm. Edhe unë prandaj kam kriju një goxha Nuk e ka thënë ti atë gjë, kështu që unë s'kam pse ta kape me ty. Prandaj kam krijuar një goxha distancë, që ti t'jesh super në rregull dhe të mos kesh asnjë lloj presioni nga këto fjalë të kota të shëmtuara që njerëzit mundohen të thonë lart e poshtë.